Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të projektit të librave, më konkretisht në serit e videove përkthyese të librave që kemi marrë si referencë në secilën lëndë, dhe sot inshallah jemi në fillim të një playliste të re, e cila do të trajtoj atë pjesë të fikhut, e cila quhet qëllimet e shariatit, ose në arabisht al-maqasid ash-shar'iyya. Libri që kemi marrë si referencë është libri që ju shikoni. Është një nga librat më kryesor referencë tek dietarët për këtë fushë dhe titullohet Kitabul Muwafaqat, i cili në gjuhën shqipe përkthehet libri i përputhshmërive. Autori quhet Ebu Ishaq Ash-Shatibi, pra Imam Shatibiu, i cili është shumë i njohur në këtë fushë dhe në fusha të tjera po ashtu. Dhe ky është vëllimi i parë prej 7 vëllimeve që ka ky libër në botimin që ne kemi marrë si referencë. Dhe libra me përmasa të tilla ose edhe më të mëdha, Imam Shatibiu ka shkruar edhe në lëndë të tjera, ndër të tjera mund përmendim në lëndën e gramatikës arabe. Shtëpia botuese e këtij libri quhet Manshurat al-Bashir bin Atiya dhe përkthimi ka filluar në nëntor të vitit 2025. Veçoria e këtij libri është që në këtë botim kemi një hyrje shumë të detajuar dhe shumë të zgjeruar, të përpiluar nga autori që ka bërë tahqiqun ose verifikimin e materialit origjinal. Dhe është hyrje aq e zgjeruar saqë gjithë vëllimi i parë i kësaj serie prej 7 vëllimesh trajton vetëm hyrjen. Për këtë arsye, duke qenë se karakteri ose veçoria e videove tona dhe kanalit ton është e tillë që nuk i përshtatet një hyrje kaq e gjatë momentalisht në fazën e projektit që jemi, ne kemi kapërcyer hyrjen që ka bërë ky autor dhe kemi hyrë direkt te fjala e autorit origjinal, pra Imam Shatibiut. Thot Imam Shatibiu: Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman walhamdulillahi rabbil alamin kathiran tayyiban mubaraka. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم الأوحد الكبير قدوة الأئمة المهتدين وخاتمة المحققين المعتمدين وناصر السنة إحياء لمعالم الدين المحدث على تأخر الزمان في أهل السبق من المجتهدين المصنف العلامة الخطيب الصالح الكامل أبو إسحاق إبراهيم ابن موسى ابن محمد ابن موسى اللخمي Ash-Shatibi. Pra, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, paqja e Allahut qoftë mbi zotëriun dhe prisin ton Muhammedin, mbi familjen e tij dhe shokët e tij. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, një falënderim i mirë dhe i bekuar. Ka thënë shejhu jurist, imami, dietari, i veçuari i madh, shembulli i imamëve të udhëzuar, vula e kërkuesve të së vërtetës dhe të besueshmëve, përkrahësi i sunnetit në ringjalljen e mësimeve të fesë, muhaddithi, pavarësisht vonesës së kohës së tij, nga njerëzit pararendës të ijtihadit, pra të përpjekjes, autori i veprave, dietari i shquar, hatibi, hatib quhet personi që ligjëron, pra ligjëruesi, i devotshmi, i përsosuri, Ebu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad ibn Musa al-Lakhmi Ash-Shatibi. Pra, ky është emri i autorit të vjetër të këtij libri, pra jo i këtij që ka bërë verifikimin, por autorit që ka shkruar librin origjinal,
dhe është i shoqëruar së bashku me origjinën ose gjenealogjinë e tij. Dhe ky lloj prezantimi është i zakonshëm nëpër libra dhe nëpër ligjërata të dietarëve të fesë, sepse arabët në veçanti e kanë vlerësuar shumë çështjen e origjinës. Dhe sa herë që dëgjoni të përmendet termi ibn ose në formën tjetër bin filan apo bin fisteku, do të thotë që është djali i filanit apo djali i fistekut. Dhe në këtë rast, ata mund të njohin deri në stërgjyshe shumë të largët. Ndryshe nga ne në vendin tonë dhe në kohën tonë që nuk kemi mësuar me njohjen e origjinës në mënyrë kaq të detajuar, por se konsiderohet diçka e lavdërueshme nëse do ta njihnim. Më pas thot autori: Elhamdulillahi alladhi anqadhana bi nuril ilm min dhulumatil jahala wa hadana bi istibsar bihi wa anil wuqu'i fi amiyat ad-dalala ونصب لنا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أعلى علم وأوضح دلالة وكان ذلك أفضل ما من به من نعم الجزيلة والمنح الجليلة وأناله فلقد كنا قبل شروق هذا النور نخطي خطط العشواء وتجري عقولنا في اقتناص مصالحنا على غير السواء لضعفها عن حمل هذه الأعباء ومشاركة عجلات الأهواء على ميدان النفس التي هي بين المنتقلين مدار الاستواء. Falënderimi i takon Allahut, i cili na shpëtoi me dritën e dijes nga errësirat e paditurisë dhe na udhëzoi përmes qartësimit që na dha, që të mos binim në humbjet e lajthitjes. Ai na ngriti prej ligjet të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në flamurin më të lartë të dijes dhe shenjën më të qartë të udhëzimit. Dhe kjo ishte dhurata më e mirë me të cilën ai na begatoi. Vërtet, para se të na lindte kjo dritë, ne vepronim me padituri si ai që ecën në errësirë, ndërsa mendjet tona vraponin pas kërkimit të interesave tona në mënyrë të padrejtë, nga që ishin të dobta për të mbartur këto përgjegjësi, si dhe nga pjesëmarrja e rrotave të dëshirave në fushën e shpirtit, i cili është vendi i ekuilibrit mes atyre që lëvizin. Ka për qëllim autori me këto fjalë shumë të zbukuruara që ka përmendur në gjuhën origjinale, ka për qëllim të falenderoj dhe të madhëroj Allahun për faktin që ja ka udhëzuar nga e pavërteta tek e vërteta, pra nga humbja në drejtimin që ai dëshiron. Më pas thot autori: Fa wad'u as-sumumi 'ala al-adwa mawadi'u ad-dawa talibina lish-shifa fal-qabidu 'ala al-ma kal-qabidu 'ala al-ma وما زلنا نسبح بينهما في بحر الوهم فنهيم ونشرح من جهلنا بالدليل في ليل بهيم ونستنتج القياس العقيم ونطلب آثار الصحة من الجسم السقيم ونمشي إكبابا على الوجوه ونظن أن نمشي سواء على الصراط المستقيم حتى ظهر مهد الإجبار في عين الإقدار. Dhe po ashtu vepronim vendosjen e helmeve në vend të ilaçit, duke kërkuar shërimin, por duke qenë si ai që përpiqet të kapi ujin me dorë. Dhe ne vazhdonim të notonim në detin e iluzionit, hutoheshim dhe shpjegonim nga padia jon për argumentin si në një natë të errët e të zymt. Nxirrnim përfundime nga një krahasim i kot dhe kërkonim shenjat e shëndetit të një trupi sëmur. Ecnim të përmbysur mbi fytyra dhe mendonim se po ecnim drejt, derisa u shfaq vetë e vërteta e pakundërshtueshme përpara syve. Këtu autori ka për qëllim të tregojë që në kohën përpara se të udhëzohej tek e drejta, ashtu si çdo kush, dhe kjo është gjendja e përgjithshme atyre që janë të paudhëzuar, kërkojnë të arrijnë në një përfundim të drejtë duke ndjekur një rrugë të gabuar dhe arrijnë në një përfundim të gabuar duke menduar se janë mirë, derisa t'u qartësohet atyre e vërteta me lejen dhe mirësinë e Allahut. Më pas,
وارتفعت حقيقة الأيدي الاضطرار إلى الواحد القهار وتوجهت إليه أطماع أهل الافتقار لما صح من السنة الأحوال صدق الإقرار وثبت في مكتسبات الأفعال حكم الاضطرار فتداركنا الرب الكريم بلطفه العظيم ومن علينا البر الرحيم بعطفه العميم إذ لم نستطيع من دونه حلية ولا نهتدي بأنفسنا سبيلا بأن جعل العذر مقبولا والعفو عن الزلات قبل ظهور الرسالات مأمولا فقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Dhe tek ai u drejtuan shpresat e njerëzve në nevojë, kur u bë qartë nga suneti se gjendjet e njerëzve vërtetojnë sinqeritetin e pranimit të së vërtetës, dhe u vërtetua në fitimet e veprave të tyre gjykimi i domosdoshmërisë, domethënë nevojës së njeriu ndaj Zotit. Kështu Zoti i lartë dhe bujar na e kompensoi këtë me butësinë e tij të madhe dhe bamirësi i mëshirshëm na e dhuroi mirësinë e tij të pakufishme, sepse nuk mundëm të gjenim udhëzimin pa ndihmën e tij dhe nuk mundëm të udhëhiqeshim vetë drejt rrugës së drejtë. Ai e bëri arsyetimin të pranueshëm dhe faljen e gabimeve para ardhjes së shpalljes hyjnore të shpresuar. Dhe ai i madhëruar i ka thënë: "Dhe ne nuk e dënojmë asnjë popull derisa të dërgojmë tek ata një të dërguar." Nuk ka për qëllim autori ta falenderojë Allahun në veçanti për një mirësi të një lloji të veçantë, për mirësinë e të qenurit të personit i arsyetuar ose për faljen që Allahu i jep për gabimet që ai bën përpara se të vijë drita e udhëzimit. Pra, çdo person i cili për herë të parë në jetën e tij pranon Islamin, kalon nga errësira në dritë, gjunahet e tij të mëparshme fshihen, dhe kjo vërtetohet me hadithe profetike. Kjo është në vetvete një mirësi madhështore, sepse njeriu mund të ketë bërë shumë gabime në të kaluarën e tij dhe ka nevojë për një dritë shprese që ato gabime t'i shlyen dhe ai të kalojë nga e keqja tek e mira, përndryshe nuk është i motivuar ta lërë atë të keqen në të cilën ai mund të ndodhet, ose të kryejë disa të mira të cilat deri në atë moment nuk i ka kryer, dhe Imam Shatibiu ka për qëllim ta falenderojë Allahun pikërisht për këtë lloj mirësie. Dhe normalisht ne në veçanti që jemi sot musliman dhe që më herët kemi kaluar një periudhë të jetës tonë duke mos qenë të udhëzuar, po ashtu e vlerësojmë po aq sa kjo që përshkruan Imam Shatibiu këtë lloj mirësie. Më pas thot autori: فبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأمم كل بلسان قومه من عرب أو عجم ليبينوا لهم طريق الحق من ويأخذوا بحجزهم عن موارد جهنم وخصصنا معشر الآخرين السابقين بلينة تمامهم ومسكة ختامهم محمد بن عبد الله الذي هو النعمة المسداة والرحمة المهداة والحكمة البالغة الأمية والنخبة الطاهرة الهاشمية. Kështu profetët, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta, u dërguan te popujt, secili me gjuhën e popullit të vet, qofshin arab apo jo arab, që t'u sqarojnë rrugën e së vërtetës nga ajo e popujve të tjerë, dhe t'i zhvendosin ata larg drejtimeve që të çojnë për në xhenem. Dhe ne, brezi i fundit ndër popuj, jemi veçuar me butësinë e përkryer të tyre dhe aromën e këndshme të vulës së tyre, Muhammedin birin e Abdillahit, i cili është mirësia e dhuruar, mëshira e ofruar, urtësia e plot, profeti i pashkolluar nga elita e pastër hashimite. Tu ka për qëllim autori të lavdërojë Allahun dhe ta falenderojë atë sërish për mirësinë e të qenurit pjesë e popullit që ndjek profetin sallallahu alaihi wasallam, i cili konsiderohet si njeriu me origjinën ose gjenealogjinë më të mirë. Dhe për këtë arsye përmend autori origjinën e tij fisnike nga fisi më fisnik që ndodhej në Mekën e asaj kohe kur ai është dërguar. Po ashtu tregon që çdo profet
që ka shkuar në një popull nuk ka folur me një gjuhë të huaj, por ka folur me gjuhën e atij populli, në mënyrë që mesazhi të ishte sa më i kuptueshëm për njerëzit, sepse ky në vetvete është qëllimi i shariatit. Që njerëzit ta kuptojnë se çfarë i thuhet, të udhëzohen nëpërmjet saj dhe të rregullojnë veten e tyre, të rregullojnë jetën në këtë botë dhe të shpëtojnë në botën tjetër në përjetësi. Dhe ne kemi nderin që të jemi ndjekës të profetit të fundit. Për këtë arsye autori thotë brezi i fundit i njerëzimit. Nuk nënkupton që mbas nesh nuk ka ndonjë brez tjetër, por nënkupton që nuk ka profet të tjerë që të mund të formojë një brez tjetër ndjekësish përtej këtij që është formuar tashmë. Pra është një lloj sikur i quhen të gjithë muslimanët që nga koha e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe deri në ditën e Kiametit si një brez i vetëm. Ndoshta fjala brez mund mos jetë fjala më e përshtatshme e mundshme, por se ka për qëllim grupi i njerëzve ose bashkësia që i përfshin të gjithë këta ndjekës. Më pas, أرسله الله إلينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل إليه كتابه العزيز المبين الفارق بين الشك واليقين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ووضع بيانه الشافي وإيضاحه الكافي في كفه وطيبه بطيب ثنائه وعرفه إذ جعل أخلاقه وشمائله جملة نعته وكلي وصفه فصار مبينا له بقوله وإقراره وفعله وكفه فوضح النهار لدي عينين وتبين الرشد من الغني شمسا من غير سحاب ولا عين. Allahu e dërgoi atë tek ne si dëshmitar, si përgëzues dhe si paralajmërues dhe si thirrës drejt Allahut me lejen e tij dhe si një pishtar ndriçues. Ai i zbriti atij librin e tij të çmuar dhe të qartë, i cili i bën dallimin mes dyshimit dhe bindjes, libër të cilin nuk e prek e vërteta as nga para tij dhe as nga pas tij. Ai sqaron përmes tij shpjegimin e mjaftueshëm dhe sqarimin e plot dhe zbukuroi atë me bukurinë e lavdërimit të tij dhe bëri atë të njihet, sepse ai e bëri moralin e tij dhe tiparet e tij për mbledhjen e cilësive dhe përshkrimit të tij të plot. Kështu ai u bë sqarues për ne me fjalën e tij, me miratimin e tij, me veprën e tij dhe me ndalimin e tij, derisa e vërteta u bë e qartë si drita para syve tan dhe rruga e drejtë u bë e dallueshme nga i panevojshmi si dielli pa re. Pra ka për qëllim autori në këtë fragment, në këtë paragraf, të tregojë që profeti sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i fundit, është udhëzues për gjithë njerëzimin që vjen mbas tij, e ka sqaruar të vërtetën në një formë tepër të qartë, që nuk ngelet veçse që ta ndjekin njerëzit të cilëve u arrin ky mesazh, dhe që gjithë jeta e tij ka qenë një shembull për tu ndjekur, sepse në çdo fjalë që ka thënë, në çdo vepër që ka bërë, në çdo miratim, në çdo ndalim, në çdo urdhër, në çdo gjë, pra në çdo detaj sado të imët, ai ka vepruar nëpërmjet shpalljes hyjnore. Dhe kjo e bën atë që të jetë një shembull i pakonkurrueshëm për gjithë njerëzimin. Më pas, فنحمده سبحانه والحمد منه نعمة مستفادة ونشكره له والشكر أول الزيادة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين خالق الخلق أجمعين وباسط الرزق للمطيعين والعاصين بسطا يقتضيه العدل والإحسان والفضل والامتنان جاريا على حكم الضمان. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Thot autori, prandaj ne falenderojmë atë, madhëruar qoftë dhe falenderimi prej tij është një mirësi e përfituar në vetvete. Ka për qëllim autori që në momentin që ne falenderojmë Allahun,
fitojmë në vetvete sevape për falënderimin që bëjmë dhe kjo është një mirësi që sërish ka nevojë për falënderim. E falenderojmë atë sepse falënderimi është fillimi i shtimit të mirësive. Kto ka për qëllim që kur ne falenderojmë mirësitë nga Allahu shtohen akoma më shumë. Dhe dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i vetmi që nuk ka shok. Ai është sunduesi, i vërteti, i qarti, krijuesi të gjitha krijesave. Ai që shtrin furnizimin për të bindurit dhe për mëkatarët. Një shtrire që e kërkon drejtësia, bamirësia, mirësia dhe dhurimi i tij, duke rrjedhur sipas rregullit të garantimit hyjnor. Allahu i lartësuar thot: "Dhe nuk i kam krijuar njerëzit dhe xhindët veçse që të më adhurojnë. Nuk dëshiroj prej tyre furnizim dhe nuk dëshiroj prej tyre të më ushqejnë. Me të vërtetë Allahu, pikërisht ai është furnizuesi i madh, zotruesi i forcës së pathyeshme." Dhe Allahu i lartësuar ka thënë: "Dhe urdhëroi familjen tënde për faljen e namazit dhe bëhu i durueshëm në këtë gjë. Ne nuk kërkojmë prej teje furnizim, përkundrazi ne të furnizojmë ty. Dhe fundi i mirë i takon atyre që janë të devotshëm." Siç e shikoni, autorët që janë zakonisht të vjetër në kohë, pra që ka kaluar shumë breza dhe shekuj prej jetës së tyre dhe kohës kur ata kanë ushtruar veprimtarinë, zakonisht përdorin një gjuhë e cila mundet në disa raste të mos jetë shumë e zakonshme në kohën tonë. Për këtë arsye ka nevojë her pas here për ndërhyrje për të shpjeguar se çfarë ka pasur për qëllim autori me një fjali që ka thënë. Dhe ndonjëherë mundet që edhe specialistë të fushës ka nevojë të thellohen në meditim për të kuptuar një shprehje që një autor i caktuar mund të ketë thënë. Për këtë arsye, në përgjithësi, librat e autorëve bashkëkohor për nga aspekti i gjuhës janë më të kollajshëm për të kuptuar dhe ne një pjesë të mirë të tyre i kemi marrë si referencë në lëndët që po trajtojmë dhe që do t'i shikoni në videot në vazhdim inshallah. I kujtojmë shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.